Të nderuar vëllezër dhe motra, ne do të vazhdojmë me serinë e hutbeve që kemi pas vazhduar në shpjegimin e sureve të Kur'anit famëlart, emrat specifik që kanë këto sure dhe mesazhet thelbësore, ku elhamdulillah kemi arritur deri tek suratul Waqia. Sura Waqia që e kanë marrë emrin vaki, siç mund t'i thomi edhe në gjuhën shqipe, vaki një ndodhi e madhe, një diçka e cila është madhështore, dhe Allahu subhanahu wa taala ka emërtuar një sure në Kur'anin famëlart me këtë emër, duke emërtuar ndodhinë e Kiametit. Pra ngjarja madhështore, Kiameti, që është një fakt për të cilin Allahu xhaleshanu ka folur gjatë në Kur'anin famëlart. Kjo është një sure mekase prej 96 ajeteve dhe si tematik thelbësore që kanë pasur suret mekase që e kemi thënë shpesh, është ftimi i njerëzve në besim tek Allahu subhanahu wa taala, Zot një i vetëm pa shok, që vetëm ai meriton të adhurohet dhe asgjë tjetër nuk mund të zihet si Zot, asnjë idhull, asnjë statuj. Dhe në këtë sure ne shikojmë që tematika thelbësore është ringjallja mbas vdekjes dhe llogaria e punëve që do të japim ne para Allahu xhaleshanu, e thënë ndryshe çfarë kemi mbjellur në këtë dynja do ta korrim në ahiret, dhe bën fjalë për përjetësinë, për jetën e amshueshme. Në fakt, kur e marrim në dorë këtë sure dhe e analizojmë atë ajet për ajet, ne shikojmë një mënyrë shpjegimi shumë interesante të Kuranit famëlart në përgjithësi. Për shembull, ne përballemi me fakte ku Allahu krijesat e tij, universin, tokën, dodhit, çdo gjë që ka krijuar rreth e qarknesh, malet, fushat, kodrat, kafshët, bimët, e çdo gjë, insektet, me detaje që shpesh i kemi shpjeguar në suret konkrete në këtë minber, Allahu fton për meditim mbi këto krijesa. Për shembull thot: "E fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat", a nuk e shef njeriu si është krijuar deveja, forma e saj, pra fton tek meditimi i një kafshë specifike. "Wa ila as-samai kayfa rufi'at", a nuk shikon në qiell se si qielli është ngritur, që nuk ka shtylla që e mbajnë atë. "Wa ila al-jibali kayfa nusibat", se si malet janë të lartësuar, ashtu stoik, të fortë, që çajnë qiellin me madhështinë e tyre, dhe ne jemi shumë të vegjël në krahasim me këtë krijesë të Zotit subhanahu wa taala. "Wa ila al-ardi kayfa sutihat", dhe nuk e shikojnë tokën se si është e shtrirë, se si është bërë e dobishme për njerëzit për të përfituar prej saj, të mbjellin fushat e kodrat dhe kështu me radhë. Pra shohim që në një perspektivë Kurani famëlart na fton në meditim, por kur e shikojmë në një perspektivë tjetër, konkretisht siç është në suratul Waqia, Allahu i lartësuar shpjegon totalisht të kundërtën, që do të thotë: unë, ai që i kam krijuar dhe që kam vendosur një rend kaq perfekt, që çdo gjë e kam krijuar me caktim, me masën që duhet, pa e tepruar çdo gjë në sasi, çdo gjë në baraz largesë të planeteve, sepse ndryshe nuk do të kishte rregull në jetën e këtij universi. Po unë, thot Allahu subhanahu wa taala, kur të dua e shkatroj. Por unë kur të dua e prish këtë rend. Po unë kur të dua këtë bukuri që shikon ti dynjan, do ta bëj malin që të fluturoj në ditën e Kiametit, do ta bëj tokën që të shahet, do ta bëj qiellin që të rrëzohet copa. Dhe këtu Allahu subhanahu wa taala, të dashur besimtar, demonstron që ai është një i vetëm, është krijues, fa'alu lima yurid, ai bën çfarë don, askush nuk pyet atë dhe nuk mund ta marrë në llogari atë, por ai është çfarë na pyet ne dhe na merr ai në llogari për veprat që ne bëjmë, sepse ne jemi krijesa të tij, sepse Allahu është poseduesi i gjithçkaje, ai është krijues, ai e shkatron kur të do, dhe ai do ta shkatrojë gjithçka siç ka premtuar në Kur'anin famëlart, kur të vi ora, kur të vi Kiameti, kur të vi Waqia, pra kur të vi ndodhia e madhe. Dhe shikojmë në këtë sure në 10 ajetet e parë pak a shumë, Allahu i lartësuar me të vërtetë na bën që të dridhet zemra jon, duhet të na shtohet frika patjetër në madhështinë e tij, frikë respekti ndaj Zotit subhanahu wa taala, të kuptojmë që jemi robër dhe të kuptojmë që vetëm tek ai është kthimi, lum ai që e kupton se është gjallë, e mirë ai që largohet nga kjo botë pa e kuptuar këtë fakt dhe e kalon
kohën e tij, jetën e tij në verbi, duke mos besuar të vërtetin hak Allahun xhaleshanu. Thot Allahu në Kur'an, në ajetin e parë ku edhe këtë emër e ka marr surja Waqia, idha waqa'atil waqia. E kur të ndodh kiameti dhe kur të ndodh ndodhia, lejse li waqa'atiha kadhiba, realitetin e asaj ndodhie nuk ka kush që do ta përgënjeshtroj. E ka specifikuar në një formë shumë të bukur Allahu këtë ajet, nuk ka kush që do ta përgënjeshtroj. Pra do ta shikojnë njerëzit edhe tashmë nëse do ta kenë përgënjeshtruar deri në atë far momenti, në atë moment nuk do të ketë më përgënjeshtrim, do të jenë të gjithë besimtar. Siç tha dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, që nuk do të ndodh kiameti derisa dielli të lindin nga perëndimi, por në momentin që dielli do të lindin nga perëndimi, të gjithë do të bëhen besimtar, por tashmë nuk do të quhet besimi i tyre, sepse është zbuluar e fsheta. Ndërkohë besimi, Allahu ka kërkuar për ne ta besojmë me kushtet që na ka krijuar si njerëz dhe me kushtet e sekreteve të universit dhe kësaj krijimtarie që ai ka krijuar. Dhe kështu ai do ta thotë në surën Bekare, që është ky libër, pra Kur'ani, la raibe fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Sepse ky Kur'an është një libër që i fton njerëzit në besim, është një libër që këtë e besojnë të devotshmit, e besojnë besimtarët, të cilët besojnë në të fshehtën. Në momentin që zbulohet e fshehta, atëherë nuk ka më kuptim besimi. Dhe kështu thot Allahu në Kur'an, që kur do të ndodh kiameti, askush nuk do ta mohoj këtë fakt. A nuk është kjo për një meditim që ne kemi përjetuar dhe në vitet e fundit në vendin tonë, me tërmetet që ndodhen muaj pas muaj në vitin 2019 për shembull? Çfarë ndodhi? Ndodhi një fakt interesant që njerëzit i kthyn syt nga Zoti, që njerëzit e panë që nuk kanë nga t'ja mbajnë. Menjëherë në momentet më të vështira njeriu thot o Zot, por Kurani e përshkruan këtë ngjarje, e përshkruan me një grup njerëzish në mes të detit të hypur në anije. Kur Allahu thot janë duke ecur këto njerëz në qetësinë e detit, deti është i butë, era fryn nga njerëzit duan duke pasur parasysh anijet me vela, dhe njerëzve po i shkon puna mbar, deri në momentin që deti trazohet e do t'i shikosh dallgët e detit që do të bëhen të mëdha si malet, thot Allahu në Kur'anin famëlart, dhe njerëzit që janë në atë anije do t'i luten Zotit me sinqeritet, aman na shpëto o Zot, nëse na shpëton nga kjo, kur të dalim në tokë do të kthehemi në besim. Ne i shpëtojmë ato njerëz nga ky moment, por kur kalojnë në qetësi ata e harrojnë Zotin. Kështu është njeriu. Në momentet ku njeriu friksohet, ku njeriu shikon vogëlsinë e tij dhe madhështinë e Zotit subhanahu wa taala, me një tërmet, me një fortunë, me një ndodhi natyrore, një fenomen natyror që me të vërtetë është i jashtëzakonshëm, njeriu do t'i kthejë syt nga Zoti, por kur bie në qetësi e harron Zotin. Ndërkohë Islami na kërkon neve si besimtar që në të gjitha situatat, vështirësi, lumturi, qetësi, vështirësi, ne të jemi besimtar në Zotin subhanahu wa taala. Kur jemi në mirësi themi alhamdulillah, kur jemi në vështirësi kërkojmë durim dhe kërkojmë qëndrueshmëri në fe, po kurse si ta mohojmë Allahun xhelle shanhu ve xhelle xhelalu. Dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart në vazhdimsi, khafidatu rafi'a. Pikërisht kjo ditë, kjo ndodhi është që rrëzon, është që ngre lart, ajo që bën tundje të forta dhe dridhje të forta, e kodrat do të shkapërderdhen e do të bëhen copë e thërmi, e do të bëhen pluhur i shpërndar. Dhe ju thot, wa kuntum azwajan thalatha, dhe ju e njerëz në këtë ditë, duke kaluar tashmë në ditën e ringjalljes, ju thot do të ndaheni në 3 grupe. Njerëzit mbas ndodhisë së kiametit kur do dalin para Allahut subhanahu wa taala, ditën që do t'japin llogari do të jenë në 3 grupe. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun. Dhe ju do ndaheni në 3 grupe, do të jenë të djathit. E kush janë ata të djathit se? Po të majtit, kush janë ata të majtit, ndërsa të përparmit janë të dalluar, janë mu në ballë të njerëzve. Ulaike humul muqrabun. Këta ulaike el muqarrabun, dhe këta janë ata që janë më afër Zotit. Dhe këtu të dashur besimtar, shikojmë që Allahu mbas ndodhisë së kiametit, që e tregon si një fakt të vërtet, na lajmëron se njerëzit do të ndahen në 3 kategori: të djathët, të majtët dhe të parët. Tashmë këtu bëhet fjalë që këta njerëz do të marrin një libër në duart e tyre. Libri në të djathtë bëhet fjalë,
libri në të majt bëhet fjalë, apo edhe nga mbrapa që do t'i vinë nga shpina e tyre, siç tregon Allahu i lartësuar. Por çfarë është ky libër dhe si duhet ta kuptojmë ne këtë mesazh madhështor të Allahut subhanahu wa taala? Patjetër, në rast të parë Kur'ani shpjegohet me anë të Kur'anit dhe ne shikojmë që kjo ngjarje është shpjeguar në sure tjera të Kur'anit famullar, siç është në surën Infitar, siç është në surën Kehf, apo siç është në surën Isra, që do t'i shikojmë së bashku këto ajetet madhështore që duhet të na reflektojnë dhe të na bëjnë që të meditojmë. Bëhet fjalë, siç shpjegon Allahu në surën Infitar, për dy melajke në radhë të parë, kiramen katibin. Dhe thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." O njeri, çfarë të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar i urtë? "Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak", i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, fi ayyi surati ma sha'a rakabak, dhe të formësoi në formën që ai dëshiroi. Allahu po na fton në meditim. Kush je ti o njeri që ti ishe askushi, erdhe në jetë, të krijoi Zoti, të dha gjithë bukurinë që ke, të dha gjithë formën që ke, ndërkohë ti bëhesh mohues ndaj Zotit, ndërkohë ti thua nuk ka Zot, ndërkohë ti thua që nuk ka ringjallje, ndërkohë ti thua që nuk ka takim me Zotin. Kush të krijoi herën e parë? Ai që të ka krijuar herën e parë, thot Allahu në Kur'an, do të krijojë herën e dytë dhe do të japësh llogari në bazë të atij librit që ti ke, sepse thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart: "Wa inna aleikum lahafidhin kiraman katibin." Kurse thot ndaj jush janë përcjellësit, janë kiraman katibin, janë shkruesit e ndershëm të Allahut të lartësuar, ya'lamuna ma taf'alun, dhe ata din çka ju punoni. Dhe ka përgëzuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në të njëjtën kohë edhe na ka qortuar që njeriu është i pajisur me dy melajke, i djathti dhe i majti, dhe çfarëdo vepre që bën njeriu e shkruan meleku i djathtë nëse është vepër e mirë që e don Zoti, dhe e shkruan meleku i majt nëse është vepër e keqe që e ka kundërshtuar Zotin. Dhe çdo gjë që ne bëjmë jemi të vëzhguar, mbahen shënim, dhe kjo më pas do të paraqitet para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu në Kur'anin famëlart në surën Isra ajetin e 13: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura." Secilit njeri ja kemi ngjeshur në qafën e tij shënimin, flutarakën për veprën e tij. E në ditën e gjykimit ne do t'ja prezantojmë atij këtë libur të hapur dhe do t'i thuhet njeriu, do t'na thuhet gjithë secilit prej nesh: "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Lexoje librin tënd. Lexoje librin tënd, mjafton të jesh sot vetë llogaritës i vetës tënde. Do jepet libri dhe nuk ka nevojë të marrë me Allahun në llogari. Gjithsecili do ta bëjë hesabin e vetes vet. Gjithsecili do të bëjë llogarinë e vetes vet. Do të mjaftoj vetja jote për të dëshmuar a do të jesh xhenetli apo do të jesh prej xhehenemlive. Lexoje librin tënd se mjafton kjo më pas si llogaritës i vetvetes. Po ashtu në surën Kehf na hidhet një këndvështrim tjetër në lidhje me librin që njerëzit do të marrin ditën e gjykimit: "Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida." Dhe ata të gjithë njerëzit do të prezantohen para Zotit të rreshtuar, e atyre do të thuhet: "Na erdhet ashtu siç u krijuam juve herën e parë. Por ju patët menduar se nuk ka caktim dhe nuk ka ringjallje." Që do thot kjo kategori që ka menduar kështu dhe ka besuar kështu në jetën e kësaj bote, që nuk ka gjykim, nuk ka takim me Zotin dhe nuk ka ringjallje, për ta është shkatrimi madhështor i përjetshëm. Ndërkohë njerëzit që kanë besuar në takimin me Allahun e lartësuar do të jenë të shpëtuarit në këtë ditë me lejen e Zotit të tyre. Dhe thot Allahu: "Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dhe do t'i vihet libri i veprave këtyre njerëzve dhe i shikon mëkatarët, kriminalët, gjunaqarët të friksuar nga shënimet e atij libri, që janë pikërisht këta njerëz që do të thonë:
të mjerët ne. Çfarë është puna e këtij libri që nuk ka lënë asgjë pa shënuar, as një gjuna të vogël e as një gjuna të madh, vetëm se ai e ka përfshirë atë të shkruar. Dhe ata që vepruan e gjejnë të gatshme punën e tyre, pra e Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Është pikërisht Allahu i lartësuar që ka premtuar që njeriu do të vi me librin e tij, me veprat e tij, ashtu siç ka vepruar dhe ashtu edhe do të gjykohet. Dhe ne jemi të qartësuar fort mirë nga hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, që atë ditë qoftë edhe një grimcë e vogël e punëve të mira do të jetë në shërbimin ton. Do ta kemi nevojën gjithë secili prej nesh. Një punë sado e mirë është që do të peshoj shumë, dhe një nga punët më të mëdha që na ka përgëzuar profeti sallallahu alaihi wasallam që do të peshoj në peshoren e llogaridhënies, kur do të peshohen veprat tona, ka rështuar profeti sallallahu alaihi wasallam shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, është fjala më e rëndë. Më pas vjen namazi dhe më pas vjen morali i mirë, më pas vjen sjellja e mirë, më pas vjen muslimani i mirë në jetën praktike të përditshme. Dhe pikërisht të dashur besimtar, kur përballemi me këtë sure e cila na flet për shkatrimin e gjithçkaje, na flet për përkohshmërinë e kësaj bote dhe na flet që do t'japim llogari para Allahut të lartësuar dhe do t'i kemi të gjitha veprat tona të prezantuara dhe gjithë secili për nesh nuk do të mundet që ta përgënjeshtroj çfarë ka bërë në jetën e kësaj bote para Allahut të lartësuar, atëherë njeriu mediton. Aja vlen që të shkatrohet përjetësia për jetën shkatrimtare të kësaj bote. Aja vlen që të shkatrohet shpërblimi i Zotit xheneti për këtë botë kalimtare që thot Allahu do të shkatrohet, që thot Allahu është të përkohshme, që ne jemi të përkohshëm, që ne jemi njerëz kalimtar. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, e ç'pun kam unë me këtë dynja, pse unë duhet të lidhem me këtë dynja sikur do të jetoj në përjetësi në këtë dynja, sepse unë i ngjaj atij udhëtari që është nisur nga një pikë për një pikë tjetër dhe ndalon në hijen e një pemë për të pushuar. Pikërisht ndalimi në hijen e pemës për të pushuar është pikërisht simbolika e jetës së kësaj bote që me të vërtetë është kalimtare, sepse ne vim nga bota e shpirtrave, bashkohem trup e shpirt në këtë botë kalimtare për të jetuar 70, 80, 90, 100 vite dhe më pas do të shkojmë në botën e përjetshme kur njeriu më pas për shkak të bëmëve në jetën e kësaj bote që jemi në provim do të marë përjetësinë në mënyrë pozitive ose negative, ose do të shpërblet me xhenet në mënyrë të përjetshme, ose do të dënohet në xhehenem në mënyrë të përjetshme. Ku elus Allahu në lartësuar të na bëj prej atyre që do ta marrin librin nga e djathta, për atyre që marrja e librit nga e djathta simbolizon të mbarën, simbolizon kalimin me sukses të provimit të jetës së kësaj bote, simbolizon faljen e Zotit. Ndërkohë ato që do ta marrin librin nga e majta simbolizon dështimin, simbolizon që kanë mbetur në klasë, simbolizon që do të jenë prej banorëve të zjarrit të xhehenemit. Dhe ka një fakt shumë interesant në Kur'an, flitet edhe për njerëz që do t'i vi libri nga mbrapa. Po si do ta kapi njeriu librin nga mbrapa, sepse nga mbrapa ai nuk ka dorë që ta marrë. Dhe thuhet shumë interesante, kur kriminalet do të shikojnë që shumica e kriminalëve të tjerë, gjunaqarëve, do t'i vi librin nga e majta dhe që do të shkatrohen, këta nga frika se mos po i vjen dhe atyre libri nga e majta, do t'a largojnë dorën e majtë mbas shpinës së tyre. Dhe kështu atyre do t'u jepet libri nga mbrapa, po ashtu do t'u vendoset simbolikisht në dorën e majtë. Dhe kështu në këtë formë nuk ka shpëtim, do të thotë. Nuk mund të shpëtojë askush nga llogaria e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj lutim Zotin që të na bëj për atyre që të meditojmë mbi këto fakte, të meditojmë mbi përkohshmërinë tonë, për kalimshmërinë tonë në jetën e kësaj bote, që jemi me të vërtetë njerëz kalimtar, që nuk ja vlen që njeriu për shkak të disa viteve shumë të pakta në jetën e kësaj bote të shkatrojë përjetësinë e tij. Dhe kështu do të përshkruaj edhe profeti sallallahu alejhi wasallam kur do ta lexonte këtë sure, ku thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu që një herë Ebu Bekri e pa profetin sallallahu alejhi wasallam, edhe pse në moshë të re, pra që nuk ishte mosha për t'u thinjur, e pa që flokët e tij ishin të zbardhura një natë. Pra në një transmetim ai shkoi në mbrëmje në kushte normale dhe kur doli në mëngjes e pan shokët që ishin zbardhur flokët dhe i ra në sy kjo
shokëve të profetit alayhis salam dhe e pyetën: "O dërguari i Zotit, çfarë është gjendja me ty?" Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha që mi thinjen flokët mua surja Waqi'a, surja Murselat, surja Amma Yatasalun, surja Idha Shamsu Kuwirat, që janë të gjitha sure, siç është dhe kjo surja Waqi'a që përflasin, sure që flasin për kiametin, sure që flasin për shkatrimin, sure që flasin për paraqitjen para Allahut të lartësuar. Të dashur besimtar, nëse do të meditojmë mbi të gjitha adhurimet që na ka obligu Zoti, duke filluar nga namazi, nga zekati, nga haxhi, nga agjërimi, që janë shtyllat thelbësore të Islamit mbas shahadetit, çfarë simbolike dhe çfarë mësimi kanë këto të gjitha? Të rrënjoset fort besimi i thellë në zemrën e gjithë secilit prej nesh, që do dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe do t'japim llogari. Të rrënjoset ihsani, që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ta jetoni jetën sikur e shikoni Zotin, edhe nëse nuk e shikoni Zotin me sytë e kësaj bote, të jeni të bindur që Allahu juve ju sheh, që Allahu ju sheh për gjitha veprat që ju bëni. Dhe kur njeriu ta ketë këtë bindje të fortë në zemrën e tij, vallahi do të heq dorë nga mëkati. Vallahi dhe kur të jetë në mes të mëkatit, do të tërhiqet sepse ka frikë llogari dhënien para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ta ketë këtë bindje besimtari, do të jetë i bindur që nuk i vlen që për pak jetë të kësaj bote të shkatroj ahiretin e tij. Elus Allahun e lartësuar të na i forcojë zemrat në rrugën e drejtë, të na bëj për të sinqertëve, prej muhsininëve, për atyre që jetojnë jetën sikur Allahu i shikon ata në çdo moment dhe janë të bindur që Allahu në fakt i shikon ata në çdo moment. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah